është aparati që bën matjen dhe analizën tuaj trupore, në të cilën marrin një informacion të detajuar për mënyrën se si trupi është i ndërtuar. Çfarë praktikisht do të shohim në këtë aparat, do t'ju tregoj në këtë video. Ky është raporti që aparati nxjerr në varësi të përmasave tuaja. Në kolonën, në rreshtin e parë ju do të shikoni të gjitha të dhënat personale, emër, mbiemër, gjini dhe data kur keni ardhur së bashku me peshën dhe gjatësinë e çastit. Më pas do të kemi ndarjen e peshës, lim body mass, masën muskulare, sasinë e ujit në trup, peshën tuaj standarde, masën muskulare, mineralet, ujin brenda trupit tuaj dhe sasinë e proteinave. Më pas do të kemi një ndarje segmentale sa i takon muskujve dhe dhjamit në varësi të zonave specifike në trup. Po ashtu do të kemi një analizë të obezitetit kur mund të shikoni vlerat e përqindjes tuaj dhjamore, dhjamit në zonën e barkut, metabolizmit bazal, perimetri belvize që është shumë i rëndësishëm dhe BMI. E më pas këtu do të vendosni tipin tuaj trupor në varësi të analizës që është bërë. Aktiviteti fizik i përshtatur për ju dhe për të patur dhe ju një analizë trupore si kjo, të dërguar në email apo të printuar, patjetër jeni të mirëpritur duke lënë takimin tuaj në numrin e telefonit që të ndodhet në tekst, e po ashtu duke shkruar edhe në Instagram tek Yrida Basha. Ju mirëpres.